Përshëndetje. Shoqëria funksionon si një teatr i madh, ku pothuajse të gjithë janë aktor, por askush nuk pranon se po luan një rol. Secili pretendon se është vetvetja, ndërsa në të vërtetë është versioni i vetes që i përshtatet situatës, audiencës dhe interesit. Dhe paradoksi është ky. Të gjithë e dim që njerëzit mbajnë maska, por prap zhgënjehemi sa herë që një maskë bie. Maska nuk është problem moral, është mjet mbijetese sociale. Problemi lind kur ne i marrim rolet për identitet dhe pastaj sillet sikur na kanë tradhtuar kur shfaqet fytyra reale. Maska si nevojë, jo si devijim. Njeriu nuk vesh maskë sepse është i rrem. E vesh sepse realiteti social nuk toleron transparencë të plotë. Nëse do të thoshim gjithçka që mendojmë, do të mbeteshim shumë shpejt pa miq, pa punë dhe pa marrëdhënie. Prandaj mësojmë që herët të filtrojmë veten. Maska është ajo që tregon, jo ajo që je. Ajo që kontrollon përshtypjen, jo ndjenjen. Ajo që të mbron nga refuzimi. Ironia është se shumica e njerëzve nuk janë të vetëdijshëm për maskën që mbajnë, ata nuk mendojnë se po luajnë rol. Ata mendojnë se kështu jam unë. Dhe këtu fillon konfuzioni. Ji vetvetja, këshilla më naive sociale. Fraza ji vetvetja tingëllon bukur, por është praktikisht e papërdorshme. Vetvetja jote ndryshon sipas kontekstit. Vetvetja me shokët nuk është vetvetja në punë. Vetvetja në fillim të një marrëdhënie nuk është vetvetja pas 3 vitesh bashkëjetesë. Njerëzit nuk kanë një identitet të vetë. Kanë një repertor rolesh dhe kush nuk e pranon këtë, ose është shumë i ri, ose po gënjen veten. Maskat më të zakonshme që i njohim të gjithë. Maska e të fortit. Ai që nuk ka nevojë për askënd, që nuk ankohet kurrë, që gjithmonë ja del. Zakonisht është njeriu që ka frikë më shumë se të tjerët nga varësia dhe dobësia. Maska e të mirit, gjithmonë korrekt, gjithmonë i drejt, gjithmonë pozitiv. Kjo maskë shpesh fshe agresion të shtypur dhe mlef që del në mënyra pasivo-agresive. Maska e viktimës. Gjithçka i ndodh atij dhe asgjë nuk varet prej tij. Është rol shumë komod, të jep simpati dhe të heq përgjegjësinë. Maska e intelektualit. Flet bukur, analizon gjithçka, por rrallë ndjen. Mendja përdoret si mburoj për të shmangur emocionet. Ironia është se sa më bindshëm luhet roli, aq më shumë njerëzit besojnë se është identitet. Pse maskat funksionojnë kaq mirë? Sepse ne duam t'i besojmë. Është më lehtë të besosh se dikush është i mirë apo i keq, se sa të pranosh kompleksitetin. Truri e do thjeshtësinë. Maskat e afrojnë këtë mundësi. Plus, edhe ne kemi interes që të mos i shohim njerëzit për të roleve, sepse po t'i shohësh vërtet, do të duhet të rishikojmë shumë marrëdhënie që kemi ndërtuar mbi iluzione të këndshme. Gabimi klasik, të marrësh sjelljen si karakter. Një njeri që sillet bukur nuk është domosdoshmërisht i mirë. Një njeri që sillet ftohtë nuk është domosdoshmërisht i keq. Sjellja është kontekstuale. Karakteri është model afatgjat, por ne bëjmë gjykime të shpejta sepse na japi një ndjesi kontrolli. Dhe pastaj hapitemi kur realiteti na e prish konkluzionet. Kur maska bie dhe ne zemrohemi. Zhgënjimi ynë shpesh është proporcional me idealizmin ton. Sa më shumë e kemi vendosur dikë në piedestal, aq më e dhimbshme është rënja. Dhe zemrimi që ndjejmë zakonisht nuk është vetëm ndaj tjetrit, por edhe ndaj vetes. Si nuk e pash më parë, si u mashtrova kaq lehtë prej tij. E vërteta është më thjesht dhe më pak dramatike. Nuk u mashtrove, thjesht pe atë që të treguan. Si të dallosh rolin pa u bërë paranojak?
Nuk ka nevojë për intuit mistike. Mjafton vëzhgimi. Çfarë bën personi kur nuk i leverdis situata? Si sillet kur humb kontrollin? Si trajton njerëzit që nuk i duhen? A përputhen fjalët me veprimet në kohë? Maskat janë të lodhshme për të mbajtur. Me kalimin e kohës, çarjet dalin gjithmonë. Pse disa njerëz bien gjithmonë pre e maskave? Sepse kanë nevojë emocionale. Nevoja për miratim, siguri apo shpëtim na bën të verbër. Sa më shumë ke nevojë që dikush të jetë ashtu siç duket, aq më pak do të shohësh siç është. Ironikisht, njerëzit që thonë unë lexoj njerëzit shumë mirë, janë shpesh ata që bien më fort, sepse besimi i tepërt në intuit i bën të pakujdesshëm. Maskat në marrëdhënie intime. Në fillim, të gjithë jemi versioni më i mirë i vetes. Pastaj gradualisht maskat lodhen, ku lidhin fazat klasike. Ke ndryshuar, nuk je ai që ke qenë përpara, jo. Thjesht nuk po luan më të njëjtin rol. Dhe kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht mashtrim. Do të thotë se realiteti po zë vendin e performancës. Po maskat tona? Po, edhe ne i kemi, edhe unë kam. Dhe po i mbajmë po me aq bindje, sepse ne jemi më racional në publik, më të qartë në fjalë, më moralist në teori. Problemi nuk është të kesh maskë. Problemi është të besosh se ajo është e vetmja fytyrë që ke. Kur fillon të mbrosh maskën me çdo kusht, fillon dhe konflikti i brendshëm. Po çfarë fiton kur she për te i roleve? Më pak zhgënjim, më pak dram, më pak idealizëm, më shumë qartësi. Nuk bësh i ftohtë, bësh realist. Dhe realizmi është më shumë se i shëndetshëm se sa optimizmi i verbër. Si përfundim do të thosha se njerëzit luajnë role. Nuk është skandal. Është realitet. Skandal është kur ne pretendojmë se nuk po ndodh dhe pastaj bëjmë sikur jemi të shokuar. Kush mëson të shohë përtej maskave, nuk habitet lehtë. Nuk idealizon shpejt. Nuk shembet nga zhgënjimi, sepse e di këtë gjë të thjeshtë, por të pakëndshme. Ajo që shfaqet nuk është ajo që është. Dhe kjo nuk është arsye për të mos besuar askënd. Është arsye për të besuar me mend, jo me sy mbyllur. Prandaj, kujdes. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që jep her pas here. Dhe në videon tjetër, miru takofshi.